punët e mira e të mbara që i kemi nisur në mandatin e kaluar, shtesat për nënat Lehona dhe fëmijët vazhdojnë dhe shtohen. Shtesat për Lehona e ndjekin ritmin e rritjes së pagës minimale, që nga një korriku do t'jetë 500 euro, e shtesat për fëmijë, që sfundmi në mandatin ton i kemi bërë 30 euro për familjet që i kanë deri në 2 fëmijë, e 25 euro për ata 3 fëmijë më shumë. Në mandatin e ardhshëm do t'i dyfishojmë, ashtu që një familje me 2 fëmijë i merr 120 euro, një familje me 3 fëmijë merr 270 euro, një familje me 4 fëmijë merr 360 euro, një familje me 5 fëmijë merr 540 euro. Sa ma shumë fëmijë, aq ma shumë shtetin do ta keni pranë jush si mbështetje e dashur. Këtë ne e bëjmë për shkak se fëmijët nuk janë vetëm anëtarë të familjeve, por edhe qytetarë të Republikës, që janë thelbi i së tashmes dhe i së ardhmes sonë. Një shtet që nuk dëshmohet të nënat dhe fëmijët, mas shumti e mas pari, është shtet i paplot. E ne duam një shtet të plot, edhe në kuptimin social e progresist, jo vetëm në atë të sovranitetit shtetëror e të integritetit territorial.